Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi kudo që jeni. Në vazhdim do ju sillim për nga afër fshatin Podgorc, komuna e Vitis. Qëndroni me neve. Pra është fillimi i fshatit Podgorc, po shifeni se sa fshat I bukur që është, I rrethuar me kodra dhe male. Është pra fshat Kodrino Romalur. E kemi pranë objektin e xhamis, përveç të tjerash është edhe oda e fshatit. Ka në secilin fshat është e bashkangjitur edhe oda e fshatit. Ne po vazhdojmë kështu, po e hulumtojmë fshatin, po njoftohemi me banorë dhe në fakt nuk e di se si është si fshat dhe si janë njerëzit në këtë fshat, pra jemi në komunën e Vitis, ka bukur kohë që nuk jemi kon, por që dita ditës. Jemi të e po një banor atje në balkon, ne gjithsesi po shkojmë po e përshëndetëm, edhe po e shofëm se apo na pranon. Miri shkon se na I kishte dhënë disa informacione për këtë fshat kaq të bukur, se çfarë jetese bëhet, nuk e dim. Përshëndetje! A doni mysafir? Mirë si ju gjejmë, faleminderit shumë. Godita, me një herë e gjetëm pritjen e mirë në këtë fshat. Sa bukur. Sa fshat I bukur. Kemi dalë me ju pyet për fshatin Podgorc. Faleminderit juve që na prete Dorontino. Si jeni? A jeni mirë? Mirë, Mirë, faleminderit ju. mirë. Ka pak me familje? Mirë, këtë Qysh po kaloni? Mirë, këtë Qysh është me jetun këtë fshat? Mirë, vëllaj. Mirë. A na njofton pak me fshatin, Po, për çka mos e. njihet, si janë banorët, si është mënyra jetesës? Po, ju kaloj, ju tregoj po. Këtu në ma shumë kena farmer, kështu kena në gurbet shumë, gurbetqarë jënë. Me thonë në perëndim janë ka Zvicër, Gjermani, Austri, Francë, në Itali. Që të shtete janë, zonca kena pak. Po banor tash sa kanë beta dhe në na tregu? Shumë pak vëllaj kanë metë edhe banorë. Po, për afërsisht sa shtëpi mundet me kon brenda fshatit? Një 80 shtëpi, 85 a 6, jo më shumë. Po. Kanë ikën në mërgem kejtë, bëtë 7 zonë që kena në shkollë. Po. Ju punoni aty në shkolla, po vetëm me kisi informacion? Jo, si informacion, se Po. kom gjallit, kom Po. 2-3 fëmijë kom, gjallit, me thonë, veç 7 zonë të në fshatin tonë, tonë shkojnë e 6, 7, 8, 9, shkojnë në Ramnisht, me Beguncë. Po, në një fshat Në tjetër. një fshat tjetër, po. Shkolla është objekt I vogël apo I madh? Objekti madhe që shkolla në qaqe, A ne është ata shkrim me shku. po. Po, ata mësimin e vjojnë veç para dite, mas dite nuk kanë zonca. Po, me që numri është shumë I vogël. Shumë I vogël, po, Po. qashtë. Kur ka ro kështu mas shumë të numrin zoncave, Po, cilat vite? Viteve që një 10 vitet të fundit, do me thonë, edhe gjallin e kom Zvicër e kom, do me thonë që një 10 vitet e fundit kanë shku me të madhe. Cila ka qenë arsyeja pse zhbraktis fshatin me që e ka një pamje shumë të bukur? Po kanë shku për mjetë, do me thonë, kështu financiare, rrogat më të mira, do me thonë, për qaton kanë ase. Për shembull, brenda fshatit me dasht me punu, a mundesh? Po, unë jam si farmer, kom me 6 hektar tokë ase, kom grunë që kjo është janë, këtë Hajde edhe ti morëm pamjet edhe të bisedu mostrimi me një vend që me ju bo publikut
bajat, me i irritu publikun. Po i morëm pamjet e fshatit edhe po bisedojmë. Njini me gjithë banorët këtu në këtë fshat? Po, krejt, me krejt. Emri ishte interesant, Podgorica. Podgorc. Podgorc. Më fali nëse i thëmë Podgorice, po ma lidh ashtë Podgorc. E dinë si i ka mbet emri fshatit? Wallahi, nuk e di, janë kanë do historiant mas lutë, dhe më thonë 99, janë kanë do historiant. Ata e diqin ma mira, për dhe se jo për diçka. E që kur egziston kjo fshat? A e din? Para sa viteve? Para shumë vite, po thonë që kjo fshat është maj para se Lybishta, është një fshat pak më nalt, kollë nëse i një kanë ju. Kjo fshat është maj për para ati në fshatit Lybisht, dhe më thonë, që ashtu kanë thonë do djetër. Si pas gojdenav, informacion mas informacioni. A martoni me zveti në këtë fshat? Jo. Nuk mundeni? Jo, nuk martohen, po nuk ka se, s'ka nevoj. Në shaj respekti e kini, Po shaj respekti, po qashtë. Tokat peqe po punohen, a? Tokat janë të mira, tokat janë pjellore, dhe me thonë, qëtu i kom një 3 hektarë 20 një hektarë të kom qëtu karshik, kom edhe më nalë, një 6 hektarë jem si farmerë. Po ju ndimon dikush, apo krejt vetë? Vallaj, vetë, për gjallin, vish një gjallin, kom Zvicër, ata kom Zvicër, vetë. Vetë, kom edhe një vla, po ajo është në vitin me banim, e ka dhe këtu shpijen, po punojmë bashkë, një qëtët një mojmë së problem për ata, po qështu. Po, ja vlen ditët e sot me punu token, Vallaj, për nga ona financiare, kom vallaj fjallin. problem. Motor se 17 cent ka 20 ton, 25 ton, 30 ton, ja qojmë 17 centin atë shqit me vite. Dhe më thonë, 1 kile grunë, është shumë të shmimi, është shumë lirë. Shumë është i pavalitshëm për farmerët. Por që ju vazhdoni me i punu tokat Po, edhe vazhdojmë nuk hek shko, një dorë. ja sek me dorë, po edhe pak edhe subvencionet të në ndimojnë ade, se mis më konë që të subvencionet pak do nafte, do të sisene, shka do të kombaja të këto mjese, besoj që s'kishpi mujtë mja dalë. Përveç këto arat që ka po i shumë të punume, me diçka tjetër mirë një punoni diçka tjetër apo jo? Unë jo, dhe për momentin në kom një gjallë kom, jo, me tokë, me bëjtësi, dhe më thonë që tonë. Po banorët e fshatit me çka mirën, çfarë punë bojnë? Po dhe ata punojnë që shtu në përëndim, edhe ata shkajnë në përshvija, ata i punojnë, tokat i punojnë. Po, tokat i punojnë, mirën edhe me bëjtësi edhe... A ka prej familjeve që mbot vetëm nga punimi i tokave, nga bëjtësia? Në valla jo, pa e pas 1, 2, 3 nërgem si jo. Do me thonë, s'ka në fshatin tonë. Brenda fshatit momentalisht jemi të e pa vetëm objektin e xhamis, a ka diçka tjetër ndonjë ndërtim përveç xhamis, shkollës? Shkolla është edhe xhamia. Xhamia është funksionale, do me thonë, këtë kohën atë të i razon edhe premtave bëhet ma kalablak, se ditëve tjera. Premtën ka ma shumë gjemat ka. Diçka tjetër brenda fshatit nuk ka, përveç këtyre 2 objekteve. Jo, s'ka. Fshati po duket me një pastërti kështu dukshme. Po. Kujdeset dikush apo vetë ju Ja, banorët? vetë në banorët bile edhe kena do gjempni që si kena në Shkup. Një gjelimin që se konë kretari një komunës. A vetë e pastroni, ja thonë, vetë nuk qesmin veturina, a bravo ju koftë. Valla ju lumt. Po. Do shta edhe që jeni kështu, është fshat malur, por që është shumë bukur. Po. A ka pas nevoj me u ndërtu, e shini të arsyshme me ndërtu diçka brenda fshatit, apo keni dëshirë me elon kështu me këtë pamje? Jo, me këtë pamje, do me thonë, s'ka diçka ankesa, diçka rrugën, infrastrukturën e kena të mirë, do me thonë, reja është të mirë. Përveç trotuar të mungojnë. Tretari, po mungon, po nuk është problem. Edhe na ka thonë kretari, Sokolaliti ka thonë që në për ato nuk ka problem, edhe ato e bajnë, s'ka problem. Po me energji, si që ndroni? Energjinë kena shumë të mirë, kena. Mirë është me energjia. Ujësillëci, Ujësillës nuk rriti kena. kanalizimit, s'keni Kanalizimin po e kena, ujësillës nuk kena. Edhe si ja beni për ujë? Por ujë kena në këto puset tona, edhe kena ujë të mjaftueshëm, do të thonë. Që nuk keni pas nevojë Jo, një nuk kena pas. anë çdo Gypat familje. i kena, gypat i kena të ujësillësit në për Gypat janë adet kështu me i sill në çdo fshat, por do të me lëshu ujin. Po, qashtë. Me banorët njini me të gjithë, si janë raportet? Mirë. Keni na i hall kështu Jo, brenda fshatit që jo. ju preokupon a diçka? Jo, s'kena diçka. Sa jeni për njëri tjetrin? O, nëse ka nevoj, po nuk ka nevoj për diçka që të në gjami kena punu shumë, do me thonë,
këtë kanë participu me kështu, veç kena Kanë kontribu, kanë po. kontribu, për të kallëzoj, veç kena thonë të përna vinë mjetë, dikush 500, dikush 1000, dikush 4000, dikush 500, dikush 100, dhe me thonë ato, si nalë, heq nuk e nalë, të thonë, qështu. Do thotë kur është puna, ju mblidhni edhe tregoni vetën. Po, qështë. Po, tash edhe një pyetje për fund, ka janë banorët. A do të më hyjnë për shtëpia secilit kështu? Që kja pjesa ka ma shumë banorë, që kja rruga që ne, që tu ki shumë pak, i ki dikon 2, dikon 1, dikon 2, dikon 1, a që këne ki në qatë rrugën ki ma shumë ki banorë. Po shpresoj që e kemi me taku diko, Inshallah. ose po ju hyjmë kështu si juve. Jo, nëse problem. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Miru pafshim. Faleminderit gjithashtu. Zot ju dhosh. Faleminderit. Ku jëm bijat? A më dolin bijat? Thërmi bijat i përshëndeti. Ama para kamerës ashtë nuk dojnë. Po thua? Hajtë po dëm një po gazetorja para kamerës. Ama veç nëse shkim kamerë. Po thu para kamerës, ja ne pa kamerë nuk di me punu. Veç me thonë që jeni mirë. Vetë si jeni një mirë, ti përshëndeti bijat edhe eken. Hajde. Ja, faleminderit shumë. Të më shefi. Edhe i ku thuj. Se nuk kam kohën më mirë me bia. Faleminderit shumë i nderuar. I kemi përfundu kafet të gjitha. Po nxitojmë me pa fshatin më shpejt edhe publiku janë kurrështar, kështu që ne nuk po humbasëm kohë me kafe, me qef po, por ja që po nxitojmë. Ta pasqyrojmë fshatin, ta pas kanë mbyll me qelcë. Bia, more bia, lumë që jo ko shpia. Ko, qasëm bjetë nërmen. Cëlash, që ke bia modhe, a? So i ki krejt? Jo në Gjermani? Mas miri që ato që e pas ke largë, të vjenë ma rollë. Përshëndetje, si jeni, a jeni mirë? Mirë, jo, a jeni mirë, që shpo kalone? Mirë shumë. I pas ke bijat për mashallah. A jeni mirë? A jeni mirë? Motrat i pas ke shumë të mira. Ta pas kanë kalu. Mirë jeni? Mirë, Me shëndet, që shpo kaloni? Mirë. Pas ki dal pak vizite vlau, a? Vallat e vlave kemi Që shpo ju arta. pret vlau? Shumë mirë. Si vlau, Mo A e ke- vlave, kunata, nusja e Mirë, vlavit. Shumë mirë. Apo shumë vini mirë. shpesh? Po, valla vina shpesh se na thirrën këta sa A herë. jeni larg të martume apo Jo, valla, unë jam smirë. Nashta e keni zonin smirës. Po, ofër. Ja, në Remnik. Remnik, do më thoni pas në viti, në dyjat. Po, në viti. Shumë mirë, shumë mirë. Se Sa pak më ka hupa i reni i vijave, diçka... Jo, vallaj, neve mungojnë. mirë për na presin shumë. Inshallah Zoti këtynve i shpërblen me të mira se... Aty ko pritën bijat, Qashtë. aty ko bereqet. Ja, po, valla, shumë Apo mirë. vjen vllau me ju morë në i herë? Po, vina marrin, këta shkoj e morë, mu më prunën djemë, se unë djemë t'i kam vitim punojnë. Janë Shumë mirë. teknika dhëmë vetë, ato më prunën më nëgjes. Unë e erdha me nejtan ditën, qështë. Ju lumë. Qa kom ju përgadit nusja? Ja, na ka pregadit, drekën e kena hongër. Është më spenzojmë në i klinqë të në Ja, na i ha, o shike të qëto ditë kjo koha Për shumë bija do të me ndez zjarrin, Po, me valla, qitë klinqë. po, valla, shumë jalla na thirin për kejtë senet qatë ka nevoj, na Ju bojnë lumë, kejtë. po shihet. Shumë mirë. Familje shumë e mirë, veç Shumë. pata dëshirë me ju Po, përshëndet. faleminderit shumë, S'po ju kalofshi marko ma mirë shumë. edhe ju. Faleminderit. Kjo më pështoj pa pyetje, po... Faleminderit. Më pështoj. Ja, Ta shajt mos faleminderit të shumë. ngoshtoj dyja. Shumë faleminderit. Faleminderit juve, respekt, ju. çdo të mirë. Miru pofshim. Edhe jo, gjithashtu. I nxirra bijat vëllai. Po qysh nuk më dalin mu bijat. Speqas heq, se s'ka diell. Tash më ka kalu edhe në shprehi. Faleminderit kësaj familje të mrekullueshme. Bani zhurëm. Faleminderit familjes të mrekullueshme që na i hapi dyert. Përveç kësaj kem pa dhe bijat. A jeni me këta? Përshëndetje edhe ju. Hajde miqtë e mi, po vazhdojmë kështu drejt fshatit, i kemi ca pamje të bukura gjithsesi për këto dhe shumë të tjera do kujdeset andi si në çdo fshat. Ne po vazhdojmë
Me taku banor në fakt do mundohemi me taku sa më shumë banor dhe me marrë sa më shumë informacione që me u njoft tamam me këtë fshat. Është një fshat interesant, njerëzit janë mikprica edhe në këtë komunë, po asë një komunë nuk thashe nuk janë mikprica, po kështë po mdolin, s'kom fajon e po mpresin gjithë mirë. Qka duhet me cek mungojnë trotuart, e bisedum pra këtë tem edhe me banurin që mungojnë, por infrastruktura është shumë mirë, shefeni asfalt i ri, ja edhe pusetat bunari, që furnizohen me ujë për shkak se mungon ujë në këtë fshat, vetë se gypat janë të enëm, po dihet, sa bukur. Shumë pamje e bukur, shtepit dikur që kanë banuar familjet, por që tashme nuk janë në fshat. Shumica, Zvicër, Gjermani, Itali. Shfrytëzojmë rastin me i përshëndet gjithë mërgjimtarët e fshatit Podgorc. A jem të e po dikën? Hajtë po e presëm. Një banur jem të e po kështu, tash ti më dojnë në pa, se këtu edhe pjesa shumë alore, kemi edhe problem me bështë të synit e këm kopë. Përshëndetje! Apo ndëgjohemi? Apo vje se këmë të pyti qka për fshatin? Ja, pa ka mirë për te vëllë edhe me babë te me full. Tash mu kam pësë. Unë e ruj energjin veç për kamirë. Kështë prapa kamirës. Shefeni edhe një tjetër shtepi, po ku është familja, se e kanë lënë në kësi gjendje, do thot, po do i ka me jam bulu bari, lullat e sa që mos me u ditë që dikur ka banu dikush në këtë shtepi, shefeni. Shumë për që dhja, është shtepia e parë që e shok kështu, ta që po do i kam i mbulu krejt. Po pse mos me rafshu kësajde me ndreq pak, me ardhë me ndërtu një shtepi të vëckel. Po sa pamje të bukur që po me rondi tash në këto momente nga ky fshat, shtepi të mërgjimtarve. Të shofëm dalëm para, jesha Zvicra. Kjo është objekti shkollës, apo? Kjo pra është objekti shkollës, është një objekt shumë interesant, në fakt më duk si me qenë shtepi, por që nga ilustrimi që po i shohëm në dritare, është shkolla, e ndëgjut banorin që momentalisht janë vetëm 7 nxonca. Shefeni se ku ka mbet populli jonë, do thot në gjitha fshatrat të ubraktis dita ditës. Sa që ka ardhë numri në 7, edhe rrugëve të fshatit, jeni të e po, është shumë qetë, ora dikon është 13, por që e kemi të pamundur me taku banor. Këto pra janë shtepit e mërgjimtarve, asë edhe një shenjë jetë. Kom haru me treguon dhe kër imi konë Gjiljan, ja këshëm kop një mërgjimtarë, shtepin edhe më ka shkru, po sa bukur e kësha kop edhe qka është pa interesant, këmë thot, kjo është shtepi e mërgjimtarit, së të kësha dit. Kështë që, unë e supozoj, ja qëllaj, nuk ma huqë syri që ato qka të shone. Po kalujmë kënej, kalumi. Më pelqen në gjdo fshat me pasë rrjedhjen e ujtë kështë, por që mungojnë disa pushimore, edhe më ardhë me qëndru aty, me qëtësu trunin. Shkolla po e mboj ka emrin Veshtafruna, se ka njësë me malëshu shikimi. Dëshmorët e Ljubi, po hajtë dhirë. Shkolla fillore dëshmorët e Ljubishtes, Podgorc, me vetëm 7 nxonca. Kur i shenë kësi gjendja, edhe fshati është shumë i bukur, se di pse është braktis, kështu hapësira gjelbruse për me punu, e me jetu ka sa dush, por që edhe pak ata banor që ka jenë në fshat,
Pra i punojnë tokat. Ne nga ky moment po shkojmë me pamje nga fshati, edhe në momentin që kom diçka shumë të arsyeshme me komentu, kthehemi. Tash po kthehemi, jem të e po një banor, edhe ashtë të patëm planin me shku drejt. Përshëndetje! Që tash ta po më shema mirë? Qështë të ju si jam e modhe? Qështë të ju si jam e modhe, se menojnë që jem e vogël. A kokna e vogël? Vallaj, qëre koke, veç zotit pa falë. Faleminderit. Me nërë kokë. Po mu po vjeni noti s'keni raportu që vini heq këtu. Kjo pro na bënive ma të veçanë se na nuk raportojmë. Vim befas. Befasin më na bëma? Po, me ju zonë kritë spontanisht, qka po na të regoni, si po na pretni, qka po na qetni me hongër. One që hajde po thomë himi në barë. Hajde po him në barë dhe e bën një bisit. Edhe folëm, edhe kena me hongër, ku më ju maru qaj. Qa kena me hongër? Vallaj, buke po gace. Ani buke po gace. Po. One e kam derisa ty në barë. Apo imi mrena të ashtë? Imi e pim ka një kafe, ka një bardakuj. Tjetër ka një gotë, ndesh ka një gotë. Nga një gotë. Tjetër në isen? Që të dija me hy? Që tu me hi, edhe mirë se vini. Mirë si ju gjetëm. Hajde, hini ju për para. Faleminderit shumë. Kamermonin e lom ma bojnë. Kamermoni letërën. Une e kam esencën dërisa të hy në bërë, edhe një gotuj me maqit, une ja u di për ndirë. Se kam dëshirë me i taku familjet kur dalë në për fshatra. Qashto, miro. I njoft njerëzit ma shumë. Bile, lype gjetë, ha? Lype gjetë. Po, lype gjetë. Qysh po kalonin këtë fshat? Vallaj, mirë, po si tho ma para, jemi pa gjenë. Më shelë të shpijat, krejt jashtë. Se është braktis ka të shumë fshati? O praktis, se vend punë jo, me ikë një jetë më të mirë, me mujtën diçka me pas ma tepër, edhe se këtu kanë punu shumë me mishtria. Aja pia, a dovarna, a hora, ta krejt. Dikush i mojshin do bakti, ka 2-3 copa, çdo shtëpi. Sot apo mbojnë? Jo, valla, jo, nuk kanë. Nuk kanë njoni që aty të gjamia i kom njën, se alo si kum pohen. Se alo si ke po, ku po jetoni, ku po rrini ju? Unë e rri që tu, ato rrinë që gjë. Na rrimi në Gjermani. Jeni mërgjimtar. Mërgjimtar. Për atë se më the, nuk i kum po ende. Thashti, jem fshat që nuk i ke po. Të më thoj, ju kemi mërgjimtar. Ja, mërgjimtar, unë im të i prit kretë me orë më po. Që dhe ma dje dhe unë e kam ardhë me ju po. E që sa mirë. Bile ju ma respekt kini po se ka të nërë dhe me që i kini ardhë ju. Unë i vizitej gjdo mërgjimtar, gjdo banur që jem brenda fshatit. Aferim. Shumë mirë, ha. Po mundohemi diçka me si. Punoni, runi, gjdo sen, qka keni ma shumë është ma mirë. Ne në këtë emision i kemi kujtimet ma të bukura, po flasë personalisht. Emisioni ka tu një jemë është ndër kujtimet, ndër eksperiencat ma të bukura tjetës teme. Që kanë më mbojt. Qësa keni këtë emision? I ka bon një vete gjysma. Po, s'pa në aronë të halo. S'kero, ta shkime ro. Hajde ullin tavolinë dhe qesëm në emision. Po, vallahi, po. Urnonit. Faleminderit shumë. Urnonit. Që bileja lypa shumë, së s'pa ka po, benom diska. Ti pas ka pru të shtapiqa? Po, edhe di që sotin konë të mjeku i dhombe, edhe më pruni këto.
Mos po do me t'i gjujt krejt në tokë. Valaj, qatë mendim e ka. Që aty është qëllimi, ja? Qëllimi që aty edhe diçka me marmar edhe po ka që jo që kësë po boj ka, jo ajzë po boj ka, e më qiti punë bëja gëshom, edhe ani. A u rehatove me ta? Me to, Me thënë? jo me dhomë, jo halojo, henez procedurën jëmë të e vazhduhen, po që të ditë e kom. Kur keni ardhë? Në ardhen me të 28-in Kotrit. Prill. Po, prill. Keni me qëndru edhe? Jo, edhe 2-3 javë. 3 javë? 2-3 javë. Ani bol pas, vetë Po. kështë 2-3 ditë. Jo, se kemi jashtëzakonisht na gjithmonë vimin qëtë vakt e Gjermanisë. Edhe rrimi tërë 11 muqë. Tamam kur fillon me unëzi kua shumë ju ikni. Po, na ik me agje, se këto po ka shi, ftaft, borë, nuk se as po mund, unë sënë përboj hizmet bëllë. E ku ka nuse që nuk mundet? Knej nuse, knej s'po mundet. E, po- Me i thonë e, po- plak, e, e po- kish pas një dirë. Po, unë i thomë nuse, valaj, Edhe një thëmë nuse. se pse kërë ju martu, thëshin nusën të këna marë, unë mos e kom harruat emën, daj ma ka me met nuse Po, për pas mund. ka pelqy edhe... Edhe mirë, S'po se kon. Po të përshtatet, po të konvenon. Po, që shja, Sa viti martesi keni? i kemi pit 76-ës. 76, dikon... Sa pi bjen, 50 e... 50 vjetë, ha? Po, që është diçka? Ha? Ja, s'na lojnë Jo. shpis, jam. Shka jemi Mbërtet, as me hongër, jo, mbërtet babi. O, babi thuj, ma dha një mërgim të orë, një për më mneru. Sa shpesh po vini në Kosovë? Valla jo shpesh, unë zakonisht dimnit të rjali, verës, si të zemë më nëzimoti, rri këtu. 6 muja që A se gjosht ke këtu. vendos klimën a? Ja. E, si ki nëzime ta? Ja i kom, valla. E që aty rremrena në zetë, po. Jo, se Dëshirë me dollë natyra? kesh të elshu kur se kish në nëllë. Po kur po vjen 5-600 euro muje, pagës, baja gi po nervozona. Ka zështin po të vjen me klima? Po, me ne gjithë mujin, 500-600. Me nejtë mujin. U ka në djalli ka nejtë në 2 javë, i ka pagu 300 euro. Vitri. Me që jemi të rryma, hajtë ta parashtroj një pyetje që shëshe situatën tash në Kosovë. Të rrymësa, Në përgjithësi, përgjithësi, jetesa në Kosovë. si gjenë, ju në të mëllim të krejtë. Si poshtarë që janë, po janë si pinë kryetët e poshtë, si janë të punu balë. Si janë të punu balë. Që është dosht me punu, qka ish dosht me bo, qka është një të arsyshme? Qëre, unë për veti jom një farë njeri si bojk, po du me thonën, jo shkollat të larta fillorën e kompetis me minësit, në atë kohën teme dhe ato e kompetis sërbisht, jo shqip, sërbisht. Edhe unë e shoh që ta e këto që shënë krejt në për puna, në për detyra, në për pozita, këto do të me punu ditë e natë për me titën që dishka jo vynë. Edhe mos më kërsy heq se më konë i zotë i shpijes, edhe mos me mujtë dishka me qitë në dritë, keqo. Po që to përqamje që ju në bo, që to përqamjet, bas sun pishoheq. E ta është, a kështë mujtë me po vetën në Kosovë me tu, me këto kushte si i kemi, po. Po, që shja, po, vëlla me pension, me kreti kom, mirë. Minus vendit ku je, Gjermani ishe, po? Gjermani, po. Jo, pa penzion Gjermanis. A, kisha mujtë, po, për momentin, unë e ma ju më plakë. Mos në dalës në orë, se i kom dhonë edhe me qira, pak gjinja me punu. I kom dhonë me qira, veç që rendimentin, orat e mija, kur i kom punu në para 5-6 vite, thuj se në komunë vitinës rekorderi kom punu. Më thoi ju i një konë Gjermani, edhe keni orë, i keni punu tokat. I kom punu veç
Pe dëshirës, Që s'ke dash me lënë ashtu të papunume. pa punume s'kom dash milion edhe kisha dëshirën se i kum ble krejt. Krejt i kum pagu, edhe kisha qef njëherë të hypi që ti traktorit që që. Tash e pas traktorit. Po, edhe dal livroj, dal flaqiti, dal shpartiti, krejt, veç vet i kum bon punë. Edhe kur ardhë ma në fund, ma qëtë ke hekteri 5-6.000, 7.000 kilogram grunë. Kush se kishke ma të mirë heq. Po edhe pi punës, si ku më hoq heq, gjithë më thëshin këto shukë tuk në katone, do qerë, ma largë, ka me të mërtezi vetë të mnara. Atë shumë ju ke përkushtu. I kum përkushtu. Kum pas qef mës milionën asë një breg, po asë një që më thonë Brim, një ashtu brim po. po e poshtë, po kum pas qef më konë dërsh. Edhe one kur të heci, Rafsh. krejtë rafsh, më konë edhe one kur të heci në përharë. Thësh na të hi mirë, të heci më zateti më sërzona. Je kanë marakli. Marakli, Ke më pas kanë. dëshirë me bë punën tamam punë. Gjithmonë, pins milla. E sot nuk mundeni me Ja, marrë me jo, të ma, punë. sa dhe interesant, unë me hypi kum ba 78, për 79-mi, edhe është pak e ljoshme, e mënushme për mu me atë Irani. Tash ju si mërgjimtor, që shpo ju presin kur po vini në Kosovë? A keni vrejkë shëna i ndryshim? Vallaj, qëre, nuk ka vrejtje, unë s'muj me thonë dal bakterin qytetës të Vitinjës, dal përshëndetna, do s'kam jojnë përshëndetin, do si një ason as ato, S'ke që shpo përshëndet. pa, s'ki qësh mu përshëndetën, po. Përshëndetje. Si jeni? A jeni mirë? A jeni lodhë? Faleminderit shumë për kafet. Inshallah ja ke qëllu. Që s'ja ka qëllu, Vallaj, Po, i ilçoj. qesh sheqer shumë kjo, Po? jalla me sheqerë në s'kam që. Vallaj, a veç ka një lugja ki vonë. A ti qka thët, ndoshet mi pi pini, mos doqet, Po, mos zjedh një për të. Smërzitët heq. A? E mo. Valla një me e pas ke nusë, zoj e pas. Aj, përshebe, që Po, vallaj, biloj, si të himëren atë e rogë, e këto vete e ki po qatë emisionin e juve. A ke po emisionin ton? Ajo qika që ju hine për shpia. Aha. Tash ka orë, tash një vajzë, tash me një djallë. A nëne janë ta që vizitojnë ta katunde. Po, Desha se dikush në familjen e juve në anje. ato po, e kam qikën Slatin, po është jashtë. Gjermani. Dhe na jena në Gjermani, këna orë këto. Vi në mes, se kam qef kështë në mes. Mi unë do. Qka po thu s'ka shans me ndo? Ej, unë e kisha fjallën përkosisht me ju ndo. Vesh deri sa të qëndrojmë. Ja, unë u tuta po në donë. Jo, më kështë... Po, si tani, klupe. Ty besnik po. Ja. Kjo jetë ma kesë unë apet, jo? Po thua. Po. Jo, laj kiko ka ma eri. A? Ma e furt. Po, la, A? mos të meri. Mos po hekti? Mos po valla. me ti keq. Jo, valla, unë ja kaloj me puna me vjetë kjo ma eri. Dhe vite ma eri. 10 vite. Ani, ma mirë që e ki grun pak ma tre edhe kujdeset për ty. Po ka njerës po me për me hongër. Po qonë vetë. Na po bojmë hajgore, këtë ti që hajgore bojmë. E gore po në shojnë bota. Bota, na për veti po knoqëm. Po, Botën onash. Edhe ato kanë me kishë. Edhe ata mos ta kishin. pova. Hajde po i provojmë kafet, a? Po vallaj Cila, provoni. a ke jam ja kjo? po, Ti që tu të mura e pruna Qashtë të mirë, është super. T'ja e pinutën. mirë. Faleminderit. Valloj nuk po du m'ja bo rrafsh veç tam mëni pas ka qitë qeqer. A më përni me? Pasha zote po.
Valloj, Jo se e kam princip kofja që nuk më pëlqen, nuk muj me pi se më bën dëm. shumë. Nuk më vje keq. Po s'pëlqen, edhe Fiks. unë kur s'm pëlqen Se se pi. është i raport që- E derdhë dhe Fiks. se pi. Është i raport që takuam edhe ju nuk mundin me ditë se Ja. sa çfarë e pi. I maron, spriton. Spriton. Tamam nuse. Bash nuse ose jo. Vazhdo me thirr nuse. Jo loke. Nuk Jo, on më loke. Loke është për ato qerë që i kemi agje. Ja. Gjyshe. Loke, gjyshe. Nipa e mesa I kam, Mashallah. qikave dhe djallit. Nipi 22 vjet, 22 vjet nipin. me 11 qëshur. Mashallah. I dyti mi ban me 17 qëshur. I ban 20 vjet, qika gjemi ka ban e mesa. Me 19 maj, 16 vjet. Urime, inshallah I bën ka 100 Faleminderit, vite po, bashkë me inshallah. juve. Amen, inshallah, me kejtë shamirt dhe me Amen. neve. Po. Burrë më tregoj që jeni jashtë gjithë në Gjermani. Djem me një djali kështë, ta? Një Kështu më djali, the, po. Djallë 4 vajza. Po, I keni afër atje? Kejt. Kena, afër kena, 2 kilometra, me thonë, shikën e dytë e kam, këtë voglën e kam shumë afër. Shumë mirë. Po, që aty në katon jena. Mu ma ka tregu burri një sekret, nuk e di. Po si kalzo. Ja, Se po, do më na se ju është- nu, do na më na Hajtë edhe që prish. to pe tregoj e mi ta na dirtët. Po do ishit me u kthy për krejt në Kosovë. Kështu ishin planët. Pane, Ha? Apo të bëj zemra pak brr. jalla ja, Keqa? me qef jam. Tani vi edhe në shtë ka një rri me Po, juve, po, ja u edhe kom na- bërë që ma edhe na ju tregove prit. se... Bile veç na lajmëroni edhe sill ju bojmë. Po, Faleminderit. po, po edhe sill ju bojmë. Pa të lov. Unë e çuna edhe vetë bëj buken. Po, Unë veç I ma prej e re, dollapat. Po, ma e re. Po pak bile diçka që to më e fil- re se gruaja jam. Bile që to, kur ti pish, shko lojnë kuzinë, më një herë pastroj, drejtoj. Po në shtyri njerëzën e për shtëpia Po. veti hallakati dollapat Po, e kreti jalla këshyri. mos hallakat, Po jo thua, ka, ja, valla ja, kështu se- ka gjashëm hallakati. Ja vëllaj, koke më duket si prekurore, a shka më thonë që po njëshëm Diçka që qa drejtim. diçka që ashtu e kum gabu drejtimin. Po me që s'po del kërkush në për fshatra, Dikush dohet, Dikush dohet. E valloj, veç për hajri u kofti misioni mone. Faleminderit. Mone. Mara unë e kësyri një që shkoj ke për para në Shqipëri, ljupke, thoj ke du me hongër pa pare, na për shpia, ose edhe Gjallimira dhe a i drenë cak, kush reni këti, Po. i ka mërmonit. Emni si a di. Ha? Po, shkon ashoqen, e ka... Edhe vesh kesh i bekumi, është I mirë shumë. Mirë. E keni një mend në ikon një stëk? Kam një qik vlavit një stag. Po dhe një... Ja s'pe numrujmë. Po fe juve. A një I ka 3 fëmi, ka 2 djemë një qik. Cerc. Certë. Cerc. Po, në certë është, duke se cërzon ka... Po. e, S'ki faj se ashtu I thujnë, dzërdzë është në Rahovec. Në Rahovec, qashtu, Rahovec... Shën që I një fshatrat. Valloj, po e qyre, ta mon puna më smi njoftë. Jo mundën me mu ngatru, ka njës ata të Mund. shpis me mu ngatru. Ja, Të bisedu me njerëz çdo Zguzon ditë. ty më të ngatru. Po thua? Jo, zguzon. Frike kom vetë një ditë njonin për një fshat. Edhe bajak I shkullu. E thash, që këj fshat bes peti kuj vje. A di kom qoj? Qoj kapeja. A I fshat ishte këtu në Kamenicë. Po, e ti mire që love Drahovecit Zerza. Po. A Zerza është Cerca një stëk. një stogo, kjo o konë, unë s'jom konë. Kjo ka shku si Mikesha, që Po. ka që lule, ka që bakshishët, Para I mos kanë kalca. ru. Jo porat... Një me apo që një pare se dikur, se që mos të harrem ja bo këtë. Me post, jo.
Ja, Jo, a? hajde për shka. E keni nol pak dorën. E këna nol dorën se pi kemi kartelat me veti. Po edhe na që punojmë, apo na she të punu. Po. Edhe i kemi kartelat me veti, edhe kur po vimi këtu, veç me kartel po shkoj me terin bong, pisos me punë, kërkuj s'pibimin në Ramon. Qaj bje Ramon? Në Ramon, Ramon, po. në Ramon, Në Ramon, me ju o për shpirta. me ju për shtat ati, hajde bon ma qëtë mire, hajde, a i thot, jo, bet se s'kom vakt, unë sot se punën tonë vetë, e që ajo është e mirë që s'po ju vimi në Ramon, as gjallit, as shikës, as gruës, as... Po shqyr dytë fort, Po, mirë. shnetën e paskit, Mirë, po. edhe tash që kam betë, qka tjetër veç më knoq. Valloj, u konë që më ngonë kjo mu, po kjo mas mu, se kjo i ka pasur të loshë. Ka shëndeti, ka miksia, Lajmon të loshët. është me pasuja, pi zemre, pi gronërave, pi ortën e ka shumë të mtume. Tash është mirë, a i mirë tash më shëndet? Mirë jam. Kjo të vëzën me pas lypjen në natë, Po. kur heqë. Kjo po e dash ka vetë qeti, ju me bo nervëz. Une me sabas si qohet kjo, mirë me gjes, o qove, ngajt e kafja me maru, po sum leja pet me maru, mi bje. Sa mirë. Po. Kështu nëse da me pas shumë vite. Kuptimet. E vërtit. Të dëtë, po tham jem të mirë kuptimet. Që kuptohme. Po dhe grune pas këtë qitë. Dhe dhe shqip me folë. Po shqip mirë po full, shqip është të full. Unë jem të... Ndëgjam, mos me kuptu kisha kërku për këthys. Kisha thot lutem, a mund është më ndimu. Po, jo e kom su. Pse? Shqiptare? Shqiptare është Radivojcit, ja keni zonë. Me opqinë e Radivojcit, u lindun, u rritë. 7 kilometra për qëtu, 6-7. Ku e gjetin shkolla? Vallaj, jo ben shkollë kjo, unë jëm kanën të punu kjo kur ka shku në shkollë. Po kjo 10 vjetë më eri. Jo me shkollë, jo po, që shto, që është mas shoqe, ek mas mikë. Ani mirë, shumë më rëndësi. E pas këtë një jetë mirë, të lumëtër. Po, Kja. vallaj, veç i lymi ymër vetit. Qaja. Po, vallaj, ymër, pagës, jemi pagës bezbellet ka i lushëm se kemi shumë atje jashtë. Tonë që janë, kemi qef me mujtë me jajek atë gole edhe për ta, bashish me knash, po sun për jek me gole se si po plakshë, si po pak. Unë për shemë sot s'ka nevoj me ja boj gjallitem edhe një pa vetë me gole. Po këto po varshin vetë, po ngërkojshin. Po ta lopshin Dosht e pa dosht, vetë ishte në trumë. Vetë po arshin. Valla po tutna që po jeke, valla po tutna pe morin e rrukeqe, valla po tutna që po ngucën, nguz dikosh. Krejt që to jonë që e ngërkon psikisht kryet edhe rripagës i mërzit shumë në drejtim. E vërtit, shumë e vend. Po, Se na jemi kërkus kështu shumë njët. po. Edhe hajtë qëta, hajtë ato, hajtë kështa po botë kje, kur qëtje. Ja, isjo. Por që e rëndësish me shnetin me pas qëtë. Po, na, mirë jemi ato dhe ma mirë janë krejt. Po. Edhe një pyetje për fund, edhe po ikom. Jo, se kjo do me ba darkën sonte. Jo dorken për veti, po, kësmet. Jo, po thot, si erën gazetarët mish në kësh jek me shkrin. Për një me, Po, a veç po ba i gore. jo, a gore ish, po ish, ma gjëmerë su në gjonë ka tonë. Faleminderit. Edhe nëse nuk e kanë zirë mishin, për mu është një si me hongër. Po. Faleminderit shumë, se na e kemi edhe fshatin edhe një pjesë kështë Po, me e vallaj, përfundu. Se di ku ja kini njës, për në gjamiët e këneja? A? Për në gjamiët e këneja? Ja kemi nisët prej tabeles, po pak para xhamis ja kom Po. fillu. Aty e bëj përshëndetjen të tabela, mi ju tregu publikut se këtu fillon fshati. Po, ma ndej vazhdoj kështu drejt në fshat. Shumë mirë, Po. me gabu, s'pa e gabu, a mu bashkëq? Ja, e sakt jam, cak, e perfekt. Me milimetra. Me milimetra. Me milimetra. Mi, aferim. Kështu që unë ju jem falendëruse
për pritjen e mirë që na e keni bo sot, edhe Vitia e ka tregu veten se jeni me komund Po, me Viti. po. Kështu që jeni pasqyruar shumë bukur. Kryetarin e kanë pas mirë gjithmonë. Ju ka një sukses, unë ka punuar kur pa knowledge, si ka orë mërzi kur heq. Edhe A ka punu mjaftueshëm për fshatin? edhe për fshatin tonë unë punu me, po edhe kërkesa për fshatit s'ka pas ballë. Ose ndoshta numri i vogël Po, madje. po, edhe kërkesa, po qato gjenë që kanë posi këshiltarët katuni që i kemi ato, jënë shku, i ka premtu po, e ka sos po. E ka sos. E ka bitiz punën që shumë mas miri. U munu, gjithmonë u munu. Por që ky fshat me sa e posh, nuk është që ka shumë nevojë për ndërtime me që është shumë i rrethum, jo, është i rrethum me natyrë të bukur. E po. Nuk është mirë edhe me dëmtu natyren. Jo, valla, jo, s'kemi që e po lumin. Po, te ura, po. Që to, është një farë për lumi, bajeg i mirë. Veç disa pushimore po ju mungojshë. Ka thonë kryetari më najprum. Kryetari pushimore. Doktor, kryetari Sukuli. S'ka thonë, po thonë monës të nështë të nanin në jere. Po, sigur të ka me një. Edhe në i bje, po. Qëre, kanë prunë të shkolla, kanë vendos disa vena, po s'pilon. Halo, jemi pak në gjenë. Që si njohemi sende që shka e mire keqe. Se une frik ma bonën do shokës të qitë një bongë që tu nëre që rosa, kom sa dush. Për 2 ore kështë në bonë një poshimore, mund 5-6 vetë aty, që kur në bongë shkolla. Po, kujt, po dhe mrena ditës se prish dikush. E prish. Që tu jemi krejt, jo vish fshati jonë, po Shumë përgjithsi po flasëm. Përgjithsi, jom të vullë, por cepëm cep të Kosovës. I keni po disa gjona dhe ju veç hajtë koti po full. Po, vallaj. Bazoni dikona dhe është një realitet. Qashtu. Unë ju falendroj shumë për kuhën, ju falendroj që na pranut në borrin e shtepis, ishte shumë knaci. Me qëllë shef, mirë se vini, edhe je për një qytetit ose qyteze ose për një fshatit bash historiki. Po, historik, po dhe dreni sakin s'pe largojme. Që dreni sako që ju këtë të kopje? Ja, vallaj gjallimi. Ja, po, me dreni s'ko. Po. Une veç kom qef kështë me bo pak hajgore, se ta mëmuna. Ja, unë kreti kom vizitu ato vene, s'kom lonë konë pa shkuën, se s'm ka lonë dhe në tërgjegja ime, mës me shku me po ato shenja mi po vallaj, pas s'kom lonë ven pa shku, me gjithë to. Dashum. Bile janë njësa njerë për Kostovë, hinë në drejtimit Kostovës. Dole ndështë më shko më thanë në nejna. Ishë më sinë se sa që dalë në Skenderaj, në dakika që jo, tha se mund është me pas manipulime, gjithka. Kështë marrë hatë. Kështu marrë hatë, krevë, kënena, tilkë, edhe një në tonë. Kajtë e këmë hullum tua. Shumë. Faleminderit për zëmërsisht. Miqtë e mi, ne po shkeputemi për pak qaste e po kalojmë në pjesën tjetër të fshatit. Qëndroni me neve. Atia jemi në rest ati jetë e majtë kamerën na? I mësuve krejt. Vallaj, unë se ditës që unë e kaltë, e di hiq. Po je floka i hin krejt asoj kamerë. Po.
Po dojmë na përcjell deri te dera se po Deri të te mos po dera kthejna. se ta di që i shkut. Për një me. Po. Po beson e kthejna. A pe një mërë qapo. Ma hitët. Ja. Ja. Miro. Mirë të i dikon, hajt ashtë. Miro, po jo të dikon po krejt mirë. Super. Ja. Super. A përse jetu hi, po në këj katunit krejt mirë, jetu i pa mirë. Po, vallojnë, shna shkrejt Po, si mulla. Po. Si Nuse, mulla apo ta. kthehesh i të? Apo kthehesh? Të përshëndetëm. Faleminderit shumë. Mirë. Të fola kur të E shkon me anej. faleminderit edhe për juve Ishte që shumë na knatësi. vizitot. Faleminderit për juve që na ke shërby. Me nërë kafsh. Faleminderit shumë. Kom pas marak me dal, dajma në sëret, Po, në fotografi, po. ditën e mirë. E që ta edhe në kamerë dole. Ta plotësova Ao, dëshirën. bre, po, Edhe- edhe me dek ne, sa se kom kalli mu. Wow, a feshën e më remit të mi. Ani me kon një dolce. Hajve. Që ajo e jesoj kretë këtë botë. Ditën e mirë. Ishte shumë kënaqësi e paske gjën e gatë, gjithë shka paske në porçak. Jo, mirë, oda, Oda. të nere këtu e burrave. Kam bet mbylla. Bylla, valla, që. Ja, tash, s'ka mo, a? Ja, s'ka mo. E mojna halo, se këna mshel, vetëm me ne këtu jo, kush vjen në kuzhinë. Nuk punojnë. Në dhomë prisje, s'pa që aty me ha, me pi, me krejtë, po i bënë, edhe shtu, kaloj, mirë. Ishte shumë kënaqësi. Edhe Zoti për ju mu dhosh po, bereqet. bereqet po që, Pofshim faleminderit, për të mirë. inshallah keni shëndet e të Amin. mira, Gjithë inshallah. edhe vazhdoni qështu se mirë se që ju kemi. Edhe na mirë që ju kemi juve. Njërë si ju, neve na shtyn çdo ditë nga fshati në fshat. Respekt. Për para dhe që një lumëshin kam të durët. Po. Edhe unë për ju thomë edhe që të fjallë, ju lumëshin kam, që po muni, që po dini, por shka po dilni, pagëzon mirë me pas do dikosh, diska qeter. E kjo pa që tonë s'mundet me pa. E vërtet. Ha? E Po, vërtet. po. Jo s'kësht mujt me po kur gjo mos me dol në atë Ja shtë. po, valla. Ja, Allah bashkë. Faleminderit. Mirë. E treta e vërteta. Miro Do të pofshim. mira edhe shëndet. Faleminderit shumë. Hajde. Faleminderit. Kjo me që rikëfert shkon. O, sa njëri pozitiv. I dhosh Zoti shëndet, e jetë gjatë bashkë me bashkëshorten, se ishin një qift shumë simpatik, jemi knoq sot në këtë familje. Faleminderit për zemërsisht. Ne po vazhdojmë, si gjithmonë, rrugëve të fshatit. Po, miro pofshim. Ishte shumë kënaqësi që ishëm në një familje mërgjimtorsh, tashme jemi afër verës, na presin mërgjimtorët. Të thënë drejtën datave që kanë fillu me u rezervu, hajde këtë, të presëm këtë, kështu me i mbojt me në datat nuk i mboj heq, a diçka për thëmë, kur të veni shkrum në edhe njëherë, se për ndryshë nuk ka shans me i mbojt mend, pasha zote. Po, faleminderit për zemërsisht, faleminderit për kujdesin edhe respektin, faleminderit që na vlerësoni për këta që jemi. Ne po mundohemi në ato tonën, sa po mundemi, tash, sa po ja dalëm, këtë e vlerësoni ju, faleminderit. Po vazhdojmë, në fakt, nuk e di se ku na qet kjo rrugë, apo mundesh me ditë o ndeheq, apo ja ki haberin. Po sillëm kështu, fshati nuk është edhe aq i madh, shtepit të banuara ka shumë pak, pra ndër fshatrat e braktisura hynë edhe kënë në atë rend, ka shumë pak familje, si që po ishen edhe rrugët, janë shumë qitë. Në disa fshatra, edhe kur nuk takoj banur të paktin, kështu ka lëvizje për nga ana makinave, por që në këtë fshat, na mungon kjo lëvizje, vetëm rrjedhja e ujtë ndëgjohet. Edhe zëri im! Sa pamjet e bukura fokusondi, shifeni pra në fillim ju tregova që fshati është Kodrinë Romalor.
Njerëzit ishin shumë të mirë, shumë i këprica, shumë dashtëm. Kemi pas ftesa me ardhë qysh ma herët në komunën e Vitis. Më duket e kam neglizhu pak këtë komunë, jo me dëshirë, jo me qëllim. Çdo herë mundohem me i pas parasysh shatrat që bojnë ftesa mas shumëti. Kështu mundona edhe se cilën komunë me nga një fshat kështu me prek. Jemi drejt shtepive të tjera, i paskem kështu tub. Hajde edhe aty, mos po e takojmë ndë një banor. Në fakt veç unë njoftuam tashme me fshatin. Nuk po e shët arsyeshme me shumë e komentu, po ju le me pamje të bukura që jo jeni. Më duket keni dëshirë, jo më duket, po ju keni dëshirë me po fshatin. A jenë rëtë? Përshëndetje! A dëni mësafir? Faleminderit shumë! Pas kemi me mbet nga familja në familje, këto gjithë thojnë bujrëm. Jo lumt. Hajde ma shpejt. I pas kemi mbjell gjitha. A i keni mbjell jo? S'po bohena? S'po bohena? Sa bukur e pas këtë shtepin edhe në pjesë shumë të bukur. Kom dalë me ju pyet diçka për fshatin, ja 2 pyetje edhe po ecëm. Si jeni? Dorontina, a je mirë? Mirë herë. Me familje? Mirë. Qysh po kaloni? Falloj mirë, ti di. Apo lodhni? Po i poljomi për shabe po. Shumë burnesh koke. As nuk të trem syri me një herë më the bujrëm. T'lumt. Faleminderit shumë e vlerësoj. Për juve faleminderit. Qysh po kaloni në fshat? Mirë, mirë. Fshati shumë i bukur për ndryshe. Mirë, shabe po. A kanë mbet banor njerëz? Kanë metën po, kanë dollë edhe jashtë krejt. S'ka pak. Sa familje përafërsisht kanë mbet, a e din me më tregu? Valloj, ketë pak, s'kanë metë shumë. S'kanë metë shumë. E pse është braktis fshati? Po je për një jetë më të mirë, po dojnë me dalë, me shku, me hecë. Për qato. Se jo për qeter. Po, këtu me dasht, me jetu me punu, a mundesh? Këtu me desht me punu, po s'ka. Tani jenë bo krejshtetin shumë naltë, shumë. S'po mundë me ja dalë familjes? Shumë po ja dalë me, edhe po ikin, shame po. Jo me qka po mirëni, qa po punoni? Po, Po e shon një po, obar na- me mbjelljet shumë ta atje në fillim patet Po, Kep, po e qa kam patet? gjallin atë, gjallin e madh. a Kjo djallit është i jena? dyti, po. Jeni me djallin e dyta? Po, unë jam me gjallin e dytë. Shumë mirë. Sa antar jeni? Po, vallaj, na jena 6 vetë këto. Edhe 4 janë aqe. Djem t'i ki krejt këtu në Kosova? E vallaj, 2 i kam në Gjermani, 2 i kam këtu. Vojza? Vajza i kam 3. A i ki këtu? Jo, këto vallaj janë. Në t'jenë martu jashtë Ja. Kosovës? Ja, ja. Ani mirë shumë a Fernanës. Këto, Fernanës, ma mirë. Po, Shame, knaq krejt më shkri, vojzat kërë Shë- ja për me. E, Po i po, dejshe vojzat shame, ma po. shumë, a? Jella i do dhe gjemt edhe vajzat. Ja, po, I do ata njajt i do. fëmijën e Vlad, Po, qëshja. cilin ngesht e prej një Jella domin. njajt. Vesh po kom dëshirë me të ngucë pak. Qashta, ja po. Qa po bëni, qësh po kaloni, qësh e fillon një Po, ditë këtë më shatë? mirë, valloj, mirë, kalojmi, mirë. Këto mirë është si gjithë, si për marak. Po ta është i me pos, është ma mirë. Po s'ki, apet, me që të kushte, jetojmë balë. Kushet i pas këtë super të mirë, Po, është i pje e bukur. nam të i dikon, nam, po. Aha. Nam. Shumë mirë, shumë mirë. Nuk po ju marku ma shumë, faleminderit shumë. Hajde, faleminderit, kalofshi mirë. Ishte shumë knaci, gjdo të mirë, mirë pofshim. Faleminderit shumë, pasë sa zoj që është. Faleminderit shumë se edhe nuk kemi kohë për me hymrena. Zoti ju dhash bërë qetë. Po sa e mirë që është bre. Shumë zoj, shumë gruaj mirë. Po që shma jep një disponim kështu hala ma shumë, një dozë ma shtën. Njerëzit si këta janë njerëz shumë të mirë me të vërtit. Faleminderit shumë. E mbojta fjallën shkurt i thash 2-3 pyetje, nese një 5-6 pyetje ja bona, po
jenë mësu publiku tashën, esenca është shmuqas njerë, 2 tani dalin jashtot, me në pytje. Po vazhdojmë me qëtë mi, ka po vazhdojmë, s'po di as vetë, mu ka pështil katunit që ta shkrejt, por që ne dim duam dhe ja dalim. Hajde me bismillah, dal nga dal. E rëndësishme është që takuam pak banor, e kalum një ditë super të mirë, e në pjesën se ku ndodhemi, jeni të i po rrugt, janë në gjendje katastrofale. Shifeni, pra, nuk më dole ashtë si që mendova si që ishin krejt në fillim, përveç kësaj është edhe një tjetër rrugica ndeje pashtrume, që duket me pas shtepi banimi nga largë që ka po shë, duket që dikosh atje është. Pra, kene s'ken, edhe nësë jenë mërgjimtar, edhe verës kur të vinë, bëllë ju dela i rrugic e pashtrume. Shifeni se në qëfar pjesët e bukura i kanë shtepit të ndërtume ofër malit, po ndëgjon hutat. Apo i ndëgjon e? Filloj freskia e pranverës, më në fund një flad, sa të mira farire e miri ju vjen, bagrinëve. Shati e ka një strukturë interesante, nga kjo pjesa erdha, isha nej, tash po shkoj kënej, edhe po e shofëm se si është edhe kjo pjesë, po e komentojmë, po i morëm pamjet, veç ma mirë nëse e takojmë edhe në të një banor, të mirë të s'ka skejtash. Qa është kjo? Bonar. Se e kanë lënë atë karrikja të. Amore, ondi, këgja një farë ploku ke nisë me mu bo, po i pleqënë në senet shumë të qyshë. Po të kanë hija, vazhda ti mbosh. Rrugëve të fshatit, është fshati shumë i bukur, natyren e ka perfekte. Ku po godasë më i zoti shpisë. Faleminderit që nuk na kthyen asë edhe një familje për atë sa kemi trokit sot këtu në komunën e Vitis. Vitia si ti. Shëja koshejret e bledve, po ku me gjithë pronarin. Tik. Mundet me ka pronare, në cilën shtepi. Edhe një hamar, a? A i thojnë hambar, hamar, homar. Po. Gjithën përzien që të dyja, koshi me hamarin. A i thpode. Apo e kapi një fokus nga kjo pjesa ku ndodhe mënë se sa bukur duket, shtepit e bukura, pastërti, gjelbrim, tanat mira, vetëm që mungoj njerëzit. E një traktor në anën tjetër pas kam bet, ashtu si e kanë lanë. Apo në nëmër e kjo traktor a thu, po duket shumë i vjetër. Po e bëdhezë. Se më duket diçka shumë i vjetër, i lom ashtu. Druti pas kanë bogoti, malin ofër. Në shtyma. Tanat mirat. E kesha ndjesin se fshati nuk është shumë i madhë, po që po do më mdoli i madhë. Qka po më pëlqen?
që nuk pas ka qenë. Në asë një u bërë, heq. Për mu, zdi qysh ma mirë, zgatë zotë kësi moti. Edhe një tjetër rrugic, po kjo është e shkurt, por që është si është, e pashtrume. Shitorja, s'munde pa i thonë ishtë zadruga. Pa s'munde me di që është keq e krejt, po e këm që ashtu nga kanë rritë. Të dojtë. Hajtë shkonin zadrug, blenin a i zvakaq. Për sakiza, kush nuk e din qka është zvakaqi. E këto nuk e harroj kur, o gëzejshëm si fmi me shko me bli sakiza. Edhe një rrugic, Nora, por që janë të punuara. U po nga largë që janë të mbil me gjitha kështë perime. Këtu jem të e po një lapidor, po pse ka lënë kështu me thera, po ne do të kujdesim për ata të cilët e kanë fliju jetën për lirin tonë. Po e lexojmë, me zi, po arrit, dhe më tha dhe me depërtu me e lexu, këtu ranë heroikisht 18 luftëtar lybishtas, se është shumë problemi që temi me lexu, për shkak që edhe shkronjat kanë fillu me ufshi. Ju kërkoj ndjes nëse ja huqi, edhe njerë po e lexojmë, ose po ja bëjmë kësi, po i morëm pomjet, fokusondi, e kam shumë të pamundur me lexu, shkronjat janë mshi, përveç që këso jëmë në thera këtë. Hajde po provojmë. Këtë ronë heroikisht 18 luftar lybishtas në dhjetor 1912 në përleshje me forcat e okupatorit serb, ku fobat e tyre janë të varrosura në fshatin Lybisht. Arrita me lexu. Po pse kështu? Flamuri valvitet, por ne duhet pasur shumë kujdes, edhe duhet t'i ruajmë të pakten lapidart, përmendorët që janë ngritë gjithandej fshatrave, kudo që kanë rro dëshmor, duhet me shumë kujdes me i rujt, jo kështu me i lënë thera, në koqa, me zjarrita me e lexu tabelin aty se çka shkruante atë pllaken. Shtëpit e bukura, a nuk është gjëna mbyll për keqardhje, me të vërtet, shifeni sa ndërtimet e bukura që janë, por nuk janë njerëzit. Çka po ndodh kështu me Kosovën tonë të dashtme? Nuk e di. E kemi cik këto? Po. Pra u rikthyem përsëri tek xhamia dhe u daj fshatit. Bolli madh na ka dalë ky fshat. Se po hymë edhe me një lagje, prit, i shkoj topi. Prit, t'ja u marrë topin. E gjuje topin, au, hini në kanal. Ja, hajde merë. Ate gjuj një herë.
qa bona patike t'i bona qyqe. Miqtë e mi, hajtë se po e përfundojmë tash, hajtë tash erdhëm fund fshati, pro kjo ishte logja e fundit. Faleminderit për pritjen e mirë që na e... Hajtë dhe herë. Me ta pa? Okej. Erdhëm fillim, erdhëm fund. Këto pra është edhe fundi i fshatit. Faleminderit për zëmërsisht për pritjen e mirë që na e keni bë sot. Ne takohemi në fshatin e Rodhës. Deri atëherë, mirë mbetshi!